Në një botë kur fjalët janë të shumta, por dëgjimi është shumë i rrallë, vjen një hapësirë e re, fokus, një hapësirë që do marri fjala kuptim. Fokus. Fokus do të fokusoj shpirtin tuaj. Do të fokusoj veprën tuaj. Do të fokusoj punën tuaj. Do të fokusoj djersën tuaj. Do të fokusoj hallet tuaja. Do të fokusoj ëndrrën tuaj. Do të fokusoj gjithçka. Sepse fokusi, si nga pikpamja teknike dhe nga pikpamja shpirtërore, është ai që të fokuson, gjërat t'i bie afër, gjërat t'i bën më të bukura, t'i bën më reale, po dhe fantastike nga njëherë. Priteni fokusin, dëgjojeni fokusin, se do t'ju fokusoj mendjen. Kam kënaqësinë këtë rrugtim ta bëj me mikun dhe aktorin ton të njohur, zotin Karafil Shena, i cili nuk sjell vetëm role, por është një bashkëbisedues dhe një dëgjues i mrekullueshëm. Kurse unë kam kënaqësinë që këtë fokusim, ta bëj me mikën time më të re. Dhe sinqerisht është mikja ime më e re që kam njohur këto kohë. Është mikja që ka një energji të rrallë. Është mikja që ka një veprimtari të rrallë, që bashkon njerëzit, që ndërton ura të ecin njerëzit. Kjo është mika ime Lindita Kulla. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë hapësirë fokus.